do flasim për pensione, do flasim. Dhe sot do t'ju sjellim një shembull kuptim plot se si ju përmes kontributeve tuaja i jepni jo vetëm vlerë paras tuaj, por mbi të gjitha i jepni siguri të ardhmes tuaj. Dhe do të marr një shembull shumë konkret për ta kuptuar të gjithë ju. Do të marr dy emra të rastësishëm, me Elvisi po themi dhe Eltoni, Okej. Kush e ka emrin Elvis dhe Eltoni, përshëndesim. Për ta kuptuar dhe për t'ja u sjellë si shembull konkret. Po themi që Elvisi ka investuar për një periudhë 20 vjeçare, 4.000 euro në vit për 20 vite me radhë në fondin e pensioneve, në Sigal, dhe më pas ndaloi së kontribuari. Dhe çfarë bëri më pas? Këtë vlerë që ishte grumbulluar, pra vlerën e akumuluar, e reinvestoi në fond për 20 vite të tjera me 4.55%. Në rregull deri këtu. Dhe asetet e tij në moshën 60 vjeçare, dini se sa ishin? Sa do thoni ju? 323.000 euro. Po, e dëgjuat mirë, që është 323.000 euro. Ndërkohë, Eltoni nisi të kontriboj kur ishte në moshën 40 vjeçare, për të kuptuar dhe për të shkuar fiks te mosha së bashku me Elvisin. Po aq edhe ai, pra 4.000 euro në vit, dhe Eltoni kontriboi në moshën 40 vjeç dhe në moshën 60 vjeçare pastaj, pas 20 vitesh, ai kishte në llogari 131.000 euro. Do thoni pse më pak. Më pak sepse i pari bëri reinvestim të asaj që kishte investuar më përpara dhe fal vlerës 4.55%, pra kthimi vjetor, shuma shkoi aq sa ju dëgjua 323.000 euro. Pra, është një mekanizëm shumë i mirë aty që funksionon përmes llogaritjeve, i cili e përkthen në fitim disa fisha të që ti ke kontribuar dhe investuar për vite me radhë për veten tënde. Kështu që është momenti për ta bërë sot